Ambasada e Vatikanit në Tiranë hapi dyert për ngushëllime pas vdekjes së Papa Franceskut. Fotografia e Papës me shëritjen e zi qëndroni në dhomën e ngushëllimit së bashku me librin e zis. Krye i peshqvi Mzot Arjan Doda ishte i pari që shkruajti mesazhin e tij për Atin e Shenjtë. Krye i Partisë Demokratike Sali Berisha ngushëlloi të ngarkuarin me punë të ambasadës dhe la mesazhin e tij. Në emër të Partisë Demokratike, ngushëllimet më të ndjera dhe nderimin më të madh për Papën Francesku, kujtimin e tij. Papa Francesku u ndar nga jeta si një pap i madh i paqes. Ai ishte gjithashtu një mik i shquar i kombit shqiptar. Mesazh ngushëllimi shkruajti dhe kryegjyshi botror Baba Mondi. Njeriu tonë të dashur, Papa Franceskun, të cilin unë e kam takuar disa herë, po 2 herë jam pritur zyrtarisht nga ana tjetër, një në 2016, ku ai me shumë dashuri dhe mirësi na vlerësoi punën tonë që bëjmë për bashkëtesën vllazërore që kemi në Shqipëri. Përfaqësues të ambasadave dhe qytetarë shprehen ngushëllime për vdekjen e Atit të Shenjtë, Papa Francesku. Varrimi i Papës do të bëhet të shtunën, ndërsa pritet në javët në vijim që kardinalët të mblidhen në konklav dhe të zgjedhin pasuesin e ri të Kishës Katolike për të vijuar papatin.